Jemi rikthyer në studio, kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë online, zotin Riza Hashimi, specialist i sigurimeve shoqërore. Zoti Hashimi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe faleminderit juve për ftesën. Zoti Hashimi, sot do të ndalemi dhe do të diskutojmë mbi pensionin e parakohshëm. Pra, çfarë kriteresh duhet të plotësojë një qytetar për dalë në pension të parakohshëm, sa është masa e përfitimit dhe çfarë ndodh në momentin që mbush moshën e daljes në pension. Ndalemi fillimisht tek mënyra se si llogaritet ky përfitim, pra për ata të cilët dalin në pension parakohshëm. Po, për të qenë të saktë, në fakt termi teknik është pensioni reduktuar, i përcaktuar kjo në një 31 fraksion 1 të ligjit numër 7703 të vitit 93 ndryshuar, dhe pensioni reduktuar, të gjithë personat e siguruar të cilët të plotësojnë në dy kushte, e para ka të bëjë me moshën, e cila duhet të jetë jo më shumë se 3 vjet para plotësimit të moshës për pension pleqërie, i pas nenit 92, që do të thotë më thjesht nëse jemi në vitin 2025, kanë të drejtë të kërkojnë për të përfituar pension të reduktuar gjithë personat e siguruar të cilët kanë moshën 62 vjeç, po them për burrat, dhe 55 vjeç e 10 muaj për grua, që do thotë 3 vjet para plotësimit të moshës për pension pleqërie. Dhe kushti i dytë që kërkon ligji për të përfituar pension të reduktuar ka të bëjë me periudhën e sigurimit të personave të siguruar, që kërkohet aq sa kërkon në 92 vitësi pune gjithsej. Pension pleqërie të plotë do të thonë. Që do të thotë, nëse në vitin 2025 një person kërkon për të përfituar pension të reduktuar, duhet të ketë vitësi pune 38 vjet e 8 muaj. Aq sa ç'është kërkesa për të përfituar një pension pleqërie të plotë. Është kusht ky pra që duhet të ketë një periudhë apo një portofol sigurimesh që është maksimal, që në këtë vit, pra në vitin 2025, është 38 vite e 8 muaj. Po, për vitin 2025 kërkohet 38 vite e 8 muaj për të përfituar një pension të reduktuar. Dhe mosha jo më shumë se 3 vjet nga plotësimi i moshës për pension pleqërie. Dhe kushti tjetër, kërkesa që parashikon ligji është që këta persona nuk duhet të jenë ekonomikisht aktiv, që do të thotë nuk duhet të jenë të punësuar, punëmarrës, nuk duhet të jenë punëdhënës, nuk duhet të jenë të vetpunësuar, dhe rëndësishme është që nuk duhet të jenë dhe në kushtet e sigurimit si të vetpunësuar në bujqësi. Që do të thotë nuk kanë përfituar tokë nga ligji 7501 ose nuk kanë në përdorim ose me qira tokë bujqësore për të qenë pas ligjit në kushtet e sigurimit si të vetpunësuar në bujqësi. Dhe nëse do të vazhdojmë me mënyrën se si llogaritet pensioni reduktuar, unë do të thoya që pensioni reduktuar është pjesë e pensionit të plotë të pleqërisë, dhe në këtë kuptim të kësaj norme ligjore llogaritet një lloj si një pension pleqërie të plotë. Por masa e pensionit të pleqërisë së plotë i zbritet suma që del nga shumëzimi i numrit të muajve të përfitimit të pensionit para mbushjes të moshës të përcaktuar në 92 me koeficientin mujor të reduktimit. Dhe me ligj është përcaktuar në 31 fraksion 1, është përcaktuar që koeficienti i reduktimit është 0.6% në muaj. Që thotë një person i siguruar nuk penalizohet në thonjza, ose pensioni nuk reduktohet për gjithë periudhën 3 vjeçare, po për aq muaj sa është para se të plotësojë kushtet për pension pleqërie të plotë, moshë për pension pleqërie të plotë. Pra pragu është 3 vite deri në plotësimin e moshës së daljes në pension, ka të drejtë një qytetar që dali në pension pra të parakohshëm, që do thotë për burrat 62 vjeç. Nëse kanë mbushur moshën 62 vjeç, mund të dalin në çfarë do lloj momenti në pension të reduktuar. Ndërsa për gratë është 58 vjeç që 8 muaj mos gaboj. E 10 muaj, sepse thotë gruaja sipas 92 kërkon të jetë për të përfituar një pension pleqërie të plotë 61 vjet e 10 muaj. Kjo edhe mosha në fakt edhe periudha e vdesisë në punë
do të rritet deri në vitin 2056 derisa të shkojë 67 vjeç për burrin dhe për gruan dhe vitësia në punë 40 vjeç si për burrin ashtu edhe për gruan. Nëse do flasim për vitin korrent, për vitin 2025, kushti për të përfituar pension pleqërie të reduktuar duhet jetë jo më shumë se 3 vjet nga plotësimi i moshës dhe të ketë vitësi pune 38 vjet e 8 muaj. E qartë. Pra, në momentin që vendos të dalë dikush 2 vite përpara moshës së mbushjes së pensionit, pra moshës së daljes në pension pleqërie, atij sa do t'i zbriten nga masa e përfitimit? Nëse një person i siguruar është 2 vjet para plotësimit të moshës së pension, do thotë sot është buri, po marrim një shembull, nëse buri kërkohet 65, është 63 vjeç, dhe ka plotësuar 38 vjet e 8 muaj, në këtë rast do të zbriten 24 muaj indeksuar kjo me koeficientin reduktimi që është 0.6% në muaj. Nëse do të zbritet 0.6% për aq muaj sa është para plotësimit të moshës për pension pleqërie. E njëjta gjë, nëse ka është shumë e rëndësishme që pensioni reduktuar do të ngelet i reduktuar edhe në kohën kur personi i siguruar do të plotësojë moshën për pension pleqërie të plotë. Vetëm se ky pension i reduktuar do të indeksohet sipas koeficientit të indeksimit të pensioneve ndër vite. Por nuk do të rilogaritet apo të rishqyrtohet në kohën kur personi i siguruar do të plotësojë moshën për pension pleqërie. Pra, kjo do të thotë që ata të cilët zgjedhin që të dalin në pension të parakohshëm, pra duke përfituar një pension të reduktuar, i cili pëson një zbritje me 0.6% në muaj të masës së përfitimit, në momentin që mbushin moshën e daljes në pension, nuk do të kenë mundësi që ta përfitojnë të plot, pra të bëhet një rivlerësim edhe të kenë mundësi që këtë pensionin e munguar, le të themi për ato vite që kanë dalë përpara, ta përfitojnë në momentin që mbushet mosha e daljes në pension pleqërie. Pra pensioni mbetet aq, mbetet i reduktuar, edhe pasi mbushet mosha e pleqërisë. Pensioni ngelet i reduktuar, përveç se fakti që do të indeksohet një lloj si të gjithë kategoritë e pensioneve me koeficientin e indeksimit të pensioneve. Por do të ngelet pensioni reduktuar. Dhe diçka tjetër që është e rëndësishme, nëse një person i siguruar aplikon për të përfituar pension të reduktuar, pasi caktohet pensioni nga strukturat e sigurimeve shoqërore, dhe personi i siguruar nuk është dakord me masën e pensionit, për shkak ndoshta edhe të reduktimit, dhe nuk tërheq asnjë kës mujor të pensionit të reduktuar, ky përfitim konsiderohet nul, që do thotë nuk konsiderohet si një pension i caktuar dhe që do të ngelet reduktuar gjithkohë. Vetëm se personi i siguruar nuk duhet të tërheq këset mujore, kësin e parë mujor të pensionit reduktuar, dhe në këto kushte ai përfitim do të konsiderohet nul, një lloj sikur të mos ishte aplikuar dhe një lloj sikur të mos ishte caktuar më herët. Por nëse do të flasim të bëjmë një analizë ekonomike që pse personat e siguruar aplikojnë dhe kërkojnë të përfitojnë në pension të reduktuar, duke marrë parasysh, po them, dhe koeficientin e reduktimit dhe faktin që nuk është pak, janë 14% nëse përshpejtohet pra 2 vite koha e daljes në pension, gati 21% nëse del 3 vite përpara mbushjes së. Nëse janë 3 vjet 36 muaj, 21.6%. 21.6% të masës përfitimit. Pra nëse pensioni llogaritet 200 euro, po themi, apo në nivelin e 20.000 lekëve, atëherë shuma që ai do të përfitojë nëse del në pension, pra do të jetë 21.6%, apo jo? Sa ishte reduktimi? Po, 21.6%. 21% më ulë se pensioni plot i pleqërisë. Ka janë, po. Por pse janë të interesuar personat e siguruar të cilët të aplikojnë dhe përfitojnë në pension të reduktuar? Për shkak se e para njëherë personat e siguruar në këtë kohë kur aplikojnë për pension të reduktuar janë të papunë, nuk janë ekonomikisht aktiv, nuk kanë të ardhurat. E dyta,
duhet të kemi parasysh që gjatë kësaj periudhe që pensioni është reduktuar, do të përfitojë këste mujore pensioni, pavarësisht se është reduktuar, dhe koeficienti indeksimit të pensioneve. Dhe këto 36 muaj, këto këste mujore të 36 muajve, do të keni një efekt financiar për më shumë se 20 vjet për të mbuluar, po them, atë diferencën që personi siguruar do të ndalen nga pensioni i pleqërisë të plot nëse do të vazhdojë të mos përfitoj pension dhe të presë, po them, moshën e pensionit të pleqërisë. Pra me këtë logjik, përveç se në rastet kur është i detyruar një person dali në pension të parakohshëm, pra në pension të reduktuar, mund ta zgjedhë si formulë, sepse ajo çfarë ju konstatoni është që përfitimi duhen 20 vite për të arritur, pra 20 vite me, le të themi, indeksime të përvitshme për të arritur masën e përfitimit që ai do të kishte në momentin që do të plotësonte. Ndoshta nuk është preva qartë. Personat e siguruar janë të interesuar, gjithmonë ata që nuk janë ekonomikisht aktiv, se kuptohet ata që janë ekonomikisht aktive dhe ligji nuk parashikon që të përfitojnë në pension pleqërie të reduktuar, por do të thoja këtë që gjatë periudhës që ata përfitojnë një pension të reduktuar, normalisht do të rreqin këste mujore të pensionit. Po. Dhe këto shuma të kësteve mujore të pensionit gjatë gjithë periudhës së pensionit të reduktuar, do të duhen më shumë se sa 20 vjet, nëse bëjmë një analizë financiare, do të duhen më shumë se sa 20 vjet për të thënë atë që pse ne duhet të pranojmë një pension të reduktuar dhe mos presim kohën kur të plotësojmë moshën për pension pleqërie të plotë. Sepse gjatë gjithë periudhe pensionistët do përfitojnë dhe do e marrin pensionin pavarësisht se është i reduktuar. Dhe fakti tjetër, duke kaluar vitet për të pritur moshën e pensionit të pleqërisë, ne kemi shpjeguar përcaktimin që ka ardhur në 92, që çdo vit rritet 2 vjet rësia në punë, që kërkon për të përfituar një pension pleqërie të plotë. Nëse një person po theni burr datëlindjes 1963, që ka të drejtë në vitin 2025 për të përfituar një pension pleqërie të reduktuar, do të thotë që sot i kërkohen 38 vjet e 8 muaj. Dhe kur llogaritet masa e pensionit të pleqërisë, raporti bëhet me 38 vjet e 8 muaj. Në rast se do pres 3 vjet, e para nuk do marrë 36 muaj këste mujore, dhe e dyta, duhet kemi parasysh që pas 3 viteve do të kemi një vjetësi pune më shumë se sa 38 vjet e 8 muaj. Pas 3 viteve do të shtohet dhe vjetësia në punë dhe raporti do bëhet, kuptohet me vjetësinë e punë që kërkohet në atë vit që personi siguruar do të plotësojë moshën për pension pleqërie. Dhe një fakt, ju ndoqja pak në emision, u trajtua do problemet e qytetarëve të cilët përfitojnë në ndihmë ekonomike apo të ardhurat të pakta. Në fakt, në moshën 62 vjeç burri apo 58 vjeç e 10 muaj gruaja, në rast se ngelet e papunë për shkak të ekonomisë së tregut, e ka shumë të vështirë që me politikat sociale të shtetit, ose me programe për nxitjen e punësimit, me formimin profesional, të ketë mundësi që të ndryshojë profesionin e vet apo të aftësohet profesionalisht në një profesion tjetër që përputhet me ekonominë e tregut. Dhe në këto kushte, ai është i detyruar ose të nxjerrë ndihmën ekonomike që janë në nivele të ulta, apo të zgjedhë për ato vite kontributive që ai ka patur gjatë gjithë jetës së tij, të zgjedhë pikërisht pensionin e reduktuar dhe të mos ezitojë për shkak të reduktimit të këtij pensioni të reduktuar me 0,6% në muaj, për shkak se do të duhet shumë kohë dhe do ndryshojë shumë kushte për të patur atë luksin, do të thoja unë, që të humbasë 3 vjet këste mujore përfitimi dhe të presë më pas pensionin e pleqërisë së plotë, ndërkohë që dhe vjetësia e punës do të jetë më i lartë pas 3 vjetëve për shkak të përcaktimit që ka në 92 i ligjit. Zoti Hashimi, nisu nga ajo që ju thatë, pra faktin që personat të cilët zgjedhin që të nënshtrohen kësaj skeme apo të shfrytëzojnë këtë skemë,
mund gjendet në kushtet kur pra plotësojnë edhe kriteret, që do thot nuk janë pjesë e tregut punës, qoftë si të punësuar, qoftë edhe si të vetë punësuar. Por ajo çfarë ka ndodhur ndër vite me këtë skem, nisur nga numri i aplikimeve, pra që janë drejtuar zyrave të sigurimeve shoqërore, si paraqitet shifra, pra është i lartë numri atyre që kërkojnë të jenë pjesë e kësaj skeme dhe çfarë ka ndodhur me kalimin e viteve, është rritur apo është reduktuar numri i tyre? Faktikisht numri i aplikimeve ose kërkesave nga qytetarët, qoftë në sistemin e aplikimit për pension pleqërie, po qoftë edhe duke u paraqitur në strukturat e sigurimit shoqëror, në fakt është i lartë. Sepse pikërisht për këtë aty që thashë që interesi është që personat të kenë mundësi të përfitojnë në pension të reduktuar. Gjithmonë bëhet fjalë për ata që nuk janë ekonomikisht aktiv, ngelen të papunën, për shumë arsye, po kryesisht për shkak të tregut, dhe ata nuk kanë mundësi në të moshë të regjistrojnë, po them, në shërbimi kombëtar javësire dhe punësimit, si pasi kërkues të papunën, nuk kanë mundësi të regjistrojnë dhe të aftësohen profesionalisht në programet e formimit profesional, nuk kanë mundësi që të regjistrojnë si në programet si kërkues pa punë nga programet për nxitjen e punësimit, dhe në këto punkte kërkojnë të ardhura për të përfituar. Por numri i përfitimeve është i ulët. Pse është i ulët? Sepse kushti ligjor është që gjithë këta persona të siguruar duhet të kenë një vizësi pune përveç moshës 38 vjetë e 8 muaj, po them, për vitin 2025. Dhe ndoshta është një periudhë vjetësie në punë që jo të gjithë personat e plotsojnë. Dhe gjithë ata që e kanë përfituar pensionin reduktuar, ata e kanë ndier interesin që kanë patur duke përfituar një pension të reduktuar pavarësisht nga reduktimi që përcakton ligji. Mund ta themi, zotë Hashimi, në mbyllje se sa varion nisur edhe nga fakti që duhet një periudhë plot sigurimi. Pra duhet të përmbushet kushti, bazë që është mosha, por edhe periudha e plot e sigurimit që është 38 vite e 8 muaj për 2025. Se sa është mesatarisht përfitimi për këtë kategori? Sigurisht, varet nga pozicioni i punës. Kjo kategori ka dhe përfitim të lartë, për shkak se kryesisht ata që kanë vizësi pune më shumë se 38 vjetë e 8 muaj, normalisht kanë dhe një masë përfitimi më të lartë, ne kemi shpjeguar dhe formulën e llogaritjes së masës së pensionit. Gjithashtu, kryesisht, kjo kategori ka dhe bazë të vlerësueshme të lartë, sepse nga që kanë qenë në treg si profesionistë, kuptohet dhe pagën mbi të cilën kanë paguar kontributet për sigurimet shoqërore e kanë të lartë. Dhe ai ka plotësuar kriteret, faktikisht prandaj dhe ka qenë interesuar, ka përfituar një pension, po thoya dinjitos, kuptohet, e kemi sqaruar që pensionet në Shqipëri ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë për rritje, për indeksime, për ndoshta dhe për rregullimin e mënyrën dhe formulës së llogaritjes së pensionit për të rritur dhe shkallën e zëvendësueshmërisë. Por gjithsesi kryesisht kjo kategori vërtet i vogël për shkak të plotësimit kriteve, po ka një përfitim, një masë të kënaqshme në krahasim me pensionet e tjera. Edhe për shkak të asaj që ju përmendët. Mirë. Zoti Hashimi, unë ju falenderoj sepse kemi mbërritur në fund. Kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit. Mirë, faleminderit edhe që na ndoqët. Kemi diskutuar ditën e sotme për ndihmën ekonomike dhe për pensionin e reduktuar. Ndihmën ekonomike duke u ndalur tek skema, pra mënyra, le të themi se si llogaritet përfitimi për familjet të cilat kanë nevojë për mbështetje, dhe që ajo çfarë kuptuam edhe gjatë bisedës dhe u vënë në dukje është që kjo mbështetje arrin në nivelin nga 2.000 deri në 13.000 lekë në muaj, ndërkohë që ka nevojë që të digitalizohet skema në mënyrë që të rritet transparenca, por edhe efektiviteti i saj në mbështetje gjithmonë të familjeve në nevojë. Ndërsa në pjesën e tretë të emisionit diskutuam mbi pensionin e reduktuar për ata të cilët dalin pra zgjedhin të dalin në pension të parakohshëm, duke mos
përfituar të plot, pra pensionin, duke qenë se për çdo vit, pra 3 vite është pragu, reduktohet me 0,6% në muaj, pra masa e përfitimit për ata që zgjedhin këtë lloj formule. Ajo që zoti Hashimi tha është që numri i përfituesve apo le të themi kërkesat kanë qenë të larta, por për shkak të kritereve të vendosura përfituesit janë të pak në numër. Masa e përfitimit ndërkohë është dinjitoze duke qenë se plotësohet pragu i domosdoshëm kontributiv që është për vitin 2025, pra për pension të plot është 38 vite e 8 muaj. Ne kemi mbërritur në fund të Box to Box edhe për sot. Takimi i radhës është të hënën në orën 16 deri atëherë mirë takofshi.